Ishim në Brune, se tani me njëherë në shtëpin tonë, ku ka më mirë se shtëpia jote, pa çka ofron ajo, ne do të ndalemi në një moment shumë të bukur. Ashtu që patët mundësi të shihni edhe më parë që elementet më të bukur të shtëpisë, një kuzhinë e mirë, një këndeng, një dhomë gjumi, ka shumë dru. Por ajo që të binte në sy ishte edhe mënyra e dekorimit të shtëpisë, ku nuk mund mungonin as kornizat e shumta, telajot, por edhe thjesht një pikturë. Por ka raste që mos i blëm të gatshëm ato, po t'i realizojmë vetë. Atë do të bëjmë ne tani në studio. Me Cristinco Mato. Cristinco, i cili është sa vjeç je? 14 vjeç, riciklon drurin, ka një teknik shumë të veçantë, është quhet ndryshe printimi i fotografive apo transferimi i fotografive apo i pikturave në dru, që është një formë printimi, po është pak më artizanale, nuk është industriale. Po, plot si deri diku artizanale. Faleminderit se këtu. Urime njerë për gëzime, tani në studio po shohim të gjithë punimet e tua, që të them të lumshin duart dhe një duar trokitje edhe një herë. Pasi na vjen shumë mirë që ka të rinj që e nisin karrierën e tyre përveç se mësojnë shumë mirë në shkollë, përveç se janë të sjellshëm dhe të dashur në familje, me prindrit, me vëllain, e vockël, por edhe punojnë. Tani, çfarë do na bësh sot në studio? Na trego pak edhe do të ngacmojmë pak për të të pyetur për këtë pasion. Sot do të realizoj transferimin e logos emisionit në shtëpinë tonë në dru, në 2 përmasa të ndryshme. Si fillim, tani do na bësh një dhuratë neve. Kjo është. Me 2 përmasa të ndryshme, një përmasë të madhe për mua, një përmasë të vogël për Anjezën. I ndani veti. I ndajmë vetë. Tani ose na i ndati më mirë, se ke shi. I ndava, të madhen e dua unë, që tani. Atëherë, si fillim do të fillojmë, apim materialin ngjitës. Ndalemi pak te kjo, si e përzjedh ti material Tani ideja është që kur e kam nisur këtë hobi, kam pasur shumë kalime nga druri. Në fillim e nisa me drurin industrial, që e bëja mbrapa drurit industrial, më pas nisa me drurin e gjallë, me 2 forma të drurit gjallë, dhe më pas vazhdova te kompensata. Te kompensata sepse vetëm kompensata nuk përthyet, sepse druri i gjallë edhe përthyet për shkak të lagështirës. Po sa vite keti që e bën këtë? Një vit, po një vit eksperimental. Një vit eksperimental edhe kështu intensiv i bie. Intensiv. Dhe e ke mësuar me procedurë të gjithë të materialit dhe më pas... E mira s'ka fund, por gjithsesi mendoj se është deri diku shumë bukur. Ajo që kam unë në dorë tani në këtë momente është puna juaj e parë. Puna e parë. The pak më parë që nuk përdorje materialin që e blen të gatshëm, po përdorje një material të thjeshtë, një parket i thjeshtë. Ndërkohë që puna e parë juaja është kjo. Sa kam përparuar gjatë kohëve. Shumë e bukur. Pra këtu keni përdorur riciklimin. Keni marrë dërasën e mbetur, prandaj jo më kot e kisha kthyer nga kjo ana, ka marrë dërasën e mbetur për ta kthyer në punë. Pra keni bërë dhe riciklim, por tani na bën punë artistike të plotë. Po. Sepse s'më pëlqente që kompensata të përdoret vetëm për mobilje, pse jo dhe për art. Shumë në rregull, jemi dakord me ty. Tani të shikojmë se çfarë do bësh dhe si është procesi i punës. Fillojmë. Tani me qenë se do realizoj 2 njëkohësisht, mund të ndihmoni dhe ju. Patjetër, ja. Ç'të bëj? Vetëm më thuaj ç'të bëj? Po. Unë kam dëshirë në fakt të bëj shëtitje dhe të shoh me vëmendje të gjithë punimet e tua. Me furçën, po. Po, do të hapim materialin ngjitës, material ngjitës dhe vinovil, sepse është një përzierje e materialeve. Nuk është vetëm vinovil, Jo, se siç kam eksperimentuar me drurin, kam eksperimentuar dhe me materialin ngjitës. Në fillim ishte përforcues akrilike, më pas ka me përqindje të vogël përforcues akrilike dhe material ngjitës. Ka qenë gjatë gjithë vitit vetëm kam eksperimentuar me materialin. Dhe tani ka arritur në një, le ta quajmë në pikën kulmore, ku ti ke kuptuar se cilat janë materialet më të përshtatshme. Po. Dhe tamam i afrohet përforcuesit të akrilikës. Po. Tani çfarë do bëjmë, më thuaj? Tani do e ngjyejmë furçën. Po. Te materiali. Unë po e marr në dorë, kështu që t'jem edhe më i dukshëm. Jo, t'jem edhe më i dukshëm për kamerën edhe t'jemi në rregull. E ngjyejmë këtu dhe dal nga dal fillojmë të aplikojmë. Pra bëhet një aplikim i thjeshtë, ndërkohë që djemt vazhdojnë punën duke përhapur bojën, është një punë kryesisht për meshkuj, ku i kanë përshtypjen, po edhe femrat është delikate. Nuk ka ndarje. Tani ku frymëzohesh për ti realizuar? Si ishte frymëzimi yt i parë? Frymëzimi ka qenë shumë i çuditshëm, rastësisht e pash në një faqe interneti, edhe më tërhoqi vërtet shumë edhe dal nga dal fillova të kërkoja edhe në internet për tutoriale të ndryshme se si realizoheshe. Ama deri diku ishte problem shumë i madh për mua, sepse në Amerikë gjithçka janë gjërat qoftet e daja, sepse ti mund të shkosh tek Home Depot dhe të marrësh një copë druri dhe përforcuesin e akrilikës.
Ktu që shumë ndryshe për mua, sepse duhet të bëja shumë përgatitje të mëdha. Dhe prandaj mu desh shumë kohë përshtatje gjatë tërë këtij viti. Përshtatje me materialet e Shqipërisë, që ofron Shqipëria. Mirë, ndërkohë që bën, që lyen, dërasën, të shohim. Unë e lyva mirë këtë, më fara një se... Jo, duhet, tash ideja që duhet luhet çdo vend i vogël. Okej. Mund të jetë edhe shtras, edhe trash. E trash, s'ka problem. Më marr goja. Që do thot që, jo, a di pse pyesa njerëz unë, se helbete ndonjëherë edhe i prishin punën, kështu që më mirë që t'jemi sigurt. Pra, realizimi që do të bëni ju në studio do të jetë afërsisht si këto foto që keni marrë ju, pikturoni dhe Ai përket një vetë? punimi të parë, po, ndërsa do të ngjajmë me këto punimet që janë më të fundit. Sa më pëlqejnë këto punimet? Besoj shtëpia jote është e mbushur plot e për Plot e plot. për plot. Po dale një Po sekondë. shoqeve i ke dhuruar? Shumë mirë. Po jo, faktikisht e mbaj jo publike, e mbaj shumë private. E ke bajtur private, ke dalë në Top Channel, më private se Jo, kaq. okej, deri tani. Deri tani. Deri tani. Po një sekond tani, ku e gjen kohën ti për të bërë detyrat? Se ti je në shkollë, në çfarë klasi vjet jesh? Të tetë. Të tetën. Tani ideja që faktikisht përkushtohem pak gjatë javës, më përpara përkushtohesha shumë, por tani që kam arritur një pikë që mund t'i realizoj pa probleme, tërë Më materialin, profesionist. më profesionist dhe mund t'a fus tërë procesin dhe t'a mbaroj shpejt e shpejt. Sikurse do e bësh tani në studio për 20 minuta. Po për 20 minuta që do e bësh sot? Disa procese janë të përgatitura edhe që në shtëpi, sepse procesi vetë do 3 ditë kohë të bëhet. Bëhet tharja, bëhet ngjitja. Për shembull, dhe vetë drasat kanë qenë më përpara të zmeriluara, sepse unë kam sjellë zëngjerin zmerilus, por në shtëpi unë përdor një makinë zmeriluese, sepse është e pamundur të zmerilohen vetëm me zëngjerin zmeriluese. Ndërkohë që shkurton edhe kohë. Kam përshtypjen me makinën edhe e bën më mirë. Po. Kristoj, lyva mirë në këto shqipe një herë? Cepa. Cepa, okej, nuk jam Çfarë mirë të thonë shokët e tu, shoqet? Faktikisht të tërë çuditën, sepse unë gjithmonë ka pëlqyer të kem një biznes timin, sado të vogël. Tani e Po sa biznese, punëtor që është, mendon që tani Por të tani punoj me, dhe të bëhet kjo është një hobi tani akoma. Por gjithsesi të tërë çuditen, sepse është diçka e re për të tërën, sepse askush nuk bën diçka të re. Asu se kisha parë ndonjëherë faktikisht. Nuk Tani, preferon. çfarë ke dëshirë të bësh kur të rritesh, se tek ty vlen kjo pyetje? Po faktikisht më pëlqejnë shumë mjek, ose ndryshe në tek shkencat eksakte, tek matematika, dhe them për çfarë do studioj, nuk e di për çfarë profesioni. Po je eksakt. Besoj që Po. në një farë mënyre ju bëni dhe inxhinjeri, se të njohësh mirë drurin, dhe inxhinjeria Po, dal hyn nga dal një tek vit, shkencat po. eksakte, Po. sepse të njohësh drurin, ta punosh atë, duhet të edhe ta dish. Po. Kështu që je eksakt. Deri diku, po. Ose arkitekt, për shembull, fiks, Mirë, të jemi në rregull, ë? Me terma të rinj, interior designer. Dhe duhet jetë pak e trash, por në rregull. Si e trash, ti jetë prapë më shumë. Po. Ta bëj unë shpejt e shpejt, ja direkt. Pra duket që Albani nuk ka brumë, nuk kam shanse. Gjithsesi, unë po tentoj edhe me këshillat e Kristos. Tani kush është gati të fillojmë të bëjmë edhe ngjitje? Po, tani, ky është një nga proceset më të rëndësishëm. Marrim fletën, tash tek printimi Tani e tërë. ti printon zakonisht bardezi, po ke dhe me ngjyrë. Ideja është që të marrim pak te printimi. Puna e printimit është 40% shumë e vështirë, sepse tek një logo e erës, si ishte logo e emisionit në shtëpinë tonë, është shumë e vështirë të merresh me ngjyrat, sepse kur e hedh në dru foton, gjithmonë ajo errësohet një çik për shkak të ujit që do të jetë prezent gjatë gjithë kohës. Prandaj është shumë e vështirë dhe unë kam hedhur shumë gjersa arrita tash këtë material që do sjell sot këtu. Mirë, Kjo ishte, bëjmë shumë në ngjitjen, kam rregull. përshtypjen, do presësh fillimisht, mund të ndihmoj dhe unë për të prerë letrën. Jo, ideja është direkt ngjitja. Direkt ngjitja. Po. Ideja është duhet të tregojmë të kujdesshëm, kontur me kontur. Unë preferoj që gjithmonë logon ta bëj më të madhe se madhësia e drasës, sepse edhe po na rëshiti një çik dora, Kjo nuk ka është problem. normale. Kemi mundësi Pra- të manovrimit. Po. Ke dhe për backup. Sigurohesh që të kesh dhe diçka Po, tjetër po, rezerv, po. që të mos të tiki puna kot. Po, Shumë sepse mirë. ndonjëherë- I ke marrë masat. Tash i thjesht mjafton, pasi e kemi shtypur shumë. Ti E palosim? E palosim. Dhe kjo sa duhet të qëndrojë? Tani unë preferoj ta lej një natë, sepse sa më shumë të thahet aq më mirë është, por 4-5 orë është në rregull. Shumë mirë. Dhe kjo është procedura Po. e parë. Kjo. Dhe ndoshta sipas Me një spatull, dëshirës me po. një spatull. Për ta bërë të drejtë.
ashtu siç përhapim Po jo adezivin. shumë fort sepse mund të çahet letra, sepse kërdeshsa është në efektin e lëndës ngjitse, do me thënë është pak e butë dhe mund të çahet shumë shpejt letra. Me delikatesë. Me delikatesë. Shumë bukur. Ja, u realizua kjo. Tani bëjmë. Të e bëni ju? Jo, nuk dua ta çoj dëm, jo. Shumë e rëndësishme është që kur të thajnë këto cepat e mira është të pastrohen. Cepat Me anash. një sëngjer, cepat anash, sepse pastaj do na prish punën. Sepse kur të thajnë nuk i qen as me atë makinën zmeriluse. Okej. Tani dhurata, bën të tilla dhurata për miqtet tu, për mësueset, Për mësueset, Gocat. për familjarët. për familjarët, e theksojmë. E theksojmë. Tani Sa i mirë që është. vendosim edhe tjetrën. Është i ftuari më i vogël që ka ardhur në shtëpinë tonë. Shtëpia joni vërtet. planon të gjithë Sigurisht. dhe është shumë bukur. Kena rëshqet, prandaj me ngadalë sepse mund të na krijojnë shirita të ndryshëm, pas transferimit na krijojnë shirita në anë të fletës, kur kemi stampuar anën e bardhë. Më kupton? Kur stampojmë letre në anën e bardhë dhe këto shirita hiqen vetëm me makinën zmeriluse, gjë që është një proces shumë i vështirë. Në qoftë se është shumë cep i madh ai, dhe mua më do me të vërtet shumë kohë gjersa ta e cepin. Shumë mirë. Ja, mrekulli. Tani prapë me spatulën e sheshojmë, le ta quajmë. E sheshojmë, po ajo dal nga dalë dhe sheshoj dhe vetë gjatë Ashtu, tarjes. okej, në rregull. Është ekspert i kësaj pune. Punon me profesionalizëm. Dhe durim. Dhe durim mbi të gjitha. Tani një tjetër dashuri që ka Kristinko, përveç se kësaj pune ka ishte bukur me detaje, është edhe qyteti i tij. Po. Ne do të ndjekim një klip tani ku është hedhur fotografia e Pogradecit të bukur, poezitë së cilit na kënaqin, natyra e çdo gjë tjetër, ndërkohë që Kristinko i ka bërë një dhuratë të bukur. Ndjekim klipin e rikthehemi sërish në studio. Përshëndetje, sot kam vendosur të tregoj procesin e risjelljes së një fotografie në dru. Si fillim do të na nevojiten disa penela, 2 penela të madhësisë të ndryshme, do të na nevojitet një lloj materiali ngjitës, asnjë mos përdorni vinovil, gjithashtu do të na nevojitet dhe një sungjer i lagur në ujë, një spatull dhe sipas dëshirës dhe dorezat. Një letër smeriluese, do të na duhen një palë gërsher. Më kryesori është druri. Mund të përdorni lloje të ndryshme druri, ndoshta drurin suedez, të cilin përdor unë, ose kompensatën. Gjithashtu shumë e rëndësishme është dhe një pamje. Në këtë rast unë kam zgjedhur pamjen e Pogradecit. Një detaj shumë i rëndësishëm është që pamja duhet kthyer 180 gradë nga momenti origjinal, sepse gjatë stampimit pamja duhet të kthehet mbrapsh. Të nisim nga puna. Zgjedhim drurin suedez. Me anë të letrës të zmeriluesit, zmerilojmë pak anët. Tani vazhdojmë me marrjen e penelave. Marrim penelin më të gjerë dhe hapim materialin ngjitës. Fshim pak sipërfaqen nga pluri i mundshëm i krijuar nga zmeriluesi. Bluajmë furçën tek materiali i ngjitës. Dhe dal nga dal, fillojmë të aplikojmë në sipërfaqe. Asnjë nuk duhet përdorur vinovili, prandaj shumë mirë është të përdoret dhe përforcuesi akrilikës. Përforcuesi akrilikës shërben për një transferim sa më të mirë të fotografisë nga fleta në dru. Gjithashtu, me anë të një sungjeri të vogël, fshim pak anët nga përforcuesi. Është shumë e rëndësishme t'i fshim anët, sepse gjatë tharjes anët mund të krijojnë probleme të cilat janë shumë të vështira për t'u hequr. Shumë e rëndësishme është mbulimi i çdo hapësire boshe. Në qoftë se nuk mbulojmë çdo hapësirë boshe, pamja e transferuar mund të jetë tepër e dëmtuar. Tani më njanojmë pak drurin, pastrojmë sipërfaqen e punës dhe marrim letrën me stampimin. Tani me ngadalë mundohemi të aplikojmë sipërfaqen e drurit me përforcuesin e akrilikës në fletë. Mundohemi që copa e drurit të prek çdo detaj të mundshëm, pra çdo kontur të pikturës.
Në këtë rast, mundohemi të shtypim pak flektën për të eliminuar hapësirat e ajrit. Mundohemi të palosim pjesët e mbetura të fletës, të cilat sipas dëshirës edhe mund të priten me dësher. Shohim që ka hapësira akoma të mbetura të ajrit, pra me ngadalë me një spatull mundohemi t'i eliminojmë të gjitha. Tani më presim për tharjen e materialit të ngjitës, i cili mund të zgjas 4 deri në 5 orë. Tashmë druri është shtar dhe jemi gati për procesin e radhës, i cili është heqja e letrës nga sipërfaqja e drurit. Për këtë do të na nevojitet syngjeri, i cili është futur në ujë që më përpara. E shtrydhim pak për të mos mbledhur shumë sasi uji. Dhe fillojmë me lagim ngadalë sipërfaqen. Gjithmonë duhet kemi parasysh që duhet përdoret ana e butë e syngjerit, sepse ana e telit mund të shkatrojë sipërfaqen e delikate. Shohim që fotoja dal ngadalë po shfaqet. Pasi kemi dhënë pastrimin e parë, na mbetet veç të presim deri në tharjen e sipërfaqes. Gjatë kësaj kohe mund të heqim dhe konturet e letrës. Pasi procesi tharjes ka mbaruar, unë i aplikova një shtresë shkëlqyese për të qartësuar pamjen, dhe rezultati është ky. Tani, për ta kthyer atë në një dhuratë perfekte, duhet të shtojmë disa nga aksesorët e fundit. Për të dhënë detajet e fundit, cila do ta kthejnë në një dhuratë perfekte, do të më nevojiten fill ose spango e trash, kapse, e cila do të më nevojitet për fiksimin e fillit. Gjithashtu do të më nevojitet dhe letra zbukuruese, e cila shkon me drurin për shkak të ngjyrës së saj. Si fillim, masim fillin sipas masës së drurit. Me anë të kapses, fiksojmë spangon nga të dy anët. Tani për detajet e fundit, do të vë vulën time personale. Dhe tani vula. Tani më përfunduam me detajet dhe na mbetet vetëm amballazhimi. Fillojmë procesin e paketimit. Ky është rezultati përfundimtar. Bukur shumë. Bukur të lumshin duart. Ajo që arrita të shija dhe që më bëri shumë për të shtypje nga klipi, ishte vula, brendi ytë, është me detaje i kuruar, dhe duke si e thjesht, por ka vështirësinë e vet ajo punë. Diçka e ka vështirësinë e vet. Cila është pjesa më e vështirë e punës tënde? Më e vështirë është që tek printimi, që e thash dhe më përpara, që duhet përshtatur fiks fotoja siç duhet të dalë në dru. Gjithashtu shumë e vështirë është dhe kruajtja e letrës. Ta bëjmë tani kruajtjen e letrës, ndërkohë që ti na tregon eksperiencën, unë dhe Albani të ndihmoj. Këtu, hajde këtu. Dhe për mua. Tani lageni nga pak në ujë dhe ta shtrydhni, jo të jetë shumë në ujë. Do ta bëjmë ashtu siç e bëre ti. Do të thënë nga ana e butë. Duhet thënë edhe kjo tjetra që syngjeri është më mirë ky i trashi, që është jo i holl syngjeri. Tani si t'ja bëjmë? Dal ngadal, jo fort se shkoj që ndodh nëse e bëjmë fort. Do të ndodhin dëmtime të lehta të heqjes së bojës. Tani kush është më e vështirë, kur ke një të plot apo aty ku do shfaqet druri më shumë, se ajo që po shoh që nuk tu na shfaqet vetë druri. Shumë e vështirë është kur kemi plotësisht ose pjesërisht fondin e drurit nga mbrapa. Ke ndonjë? Po, ja.
Krahtin e Ky kornizave? është një nga punimet më të vështira, sepse kur kemi sfondin e drurit nga mbrapa, gjithmonë dhe s'kemi boj nga mbrapa, pra përforcus, gjithmonë është e vështirë dëmtimi dhe mund të na ikë tërë piktura kot nëse dëmtohet pak, sepse unë i verë tërë detaje dhe hedh gjëra të vogla dhe vetëm për një grimcë. Unë mendoja që vetëm vajzat e bukura e përqenin këtë këngë. Jo, këtë e bëra me porosi. Këtë e bëra me porosi. E ke bërë me porosi. Ku e ka vullën tënde ajo? O, s'ka Sa ke vonë vullën? Gabim? E kemi vullën në studio, vëm dhe vullën. Vendosja Ida vullën? është të përhapet e tëra, jo vetëm në një vend se do filloj dëmtimi, si që thash. Edhe këte... Ja, njëza, e shef që unë përbe më mirë se ty këtë herë? Ose se unë jam a gjepsur nga Kristinko dhe nuk e kam mendjen fare te kjo që po bëj. Thjesht po dëgjoj me vëmendje mënyrën se sa bukur artikulohet, se sa bukur i shpjegon punët e tij dhe jam vërtet shumë e kënaqur që e kam sot në studio edhe dua që të na vish prapë. Shumë e vërtet, dhe meritoni duar të rëpitet fort madje. Me patjetër. Edhe diçka tjetër tek pjesa teknikës, se cilën po e diskutoni me Kriston, që duhet keni kujdes, e tha edhe Kriston gjatë të bisedës, që printimi duhet të jetë në të kundërt, 180 gradë, Kristo, apo jo? 180 gradë plotësisht në të kundërt, sepse kur do drejtohet nga druri dhe pasi të kemi bërë dhe kruajtjen e letrës, ai do dalë siç duhet. Po. Jo fort se do të fillojë dëmtimi. Okej. Pra, taktika e kësaj pune është ajo pjesa e ngjitjes. Me çfarë? Na e thuaj edhe një herë çfarë duhet të ketë në përbërje ngjitja. Kryesisht përforcus akrilike. Është një lloj materiali ngjitës me shumë përbërës, por vepron edhe përforcusi akrilikës. Tani sa kohë duhet të qëndrojmë ne këtu duke bërë këtë? Unë që kam një Smerilimin. vit, jo, kjo nuk është zmerilimi. Si quhet? Domethënë në formë, kryuajtje e letrës. Këtu unë e bëj për 2 minuta këtë. Ne duam një 20. Jo se po e bën me delikatesë. Ja, Albani, dakor. Vazhdo. Ja, ky është afërsisht rezultati. Po sa e bukur që është. Tani, duhet pasi në këtë moment që është kjo, duhet lënë të thahet. Pasi të thahet, do të kthehet prapë në këtë gjendje, pra do thahet dhe do dalin disa njolla të bardha. Prapë me këto njolla të bardha do të fillojmë të afërkojmë dhe ky proces bëhet deri në 2 herë, që pasi të aplikojmë shkëlqyesin, mos kemi asnjë problem me njollat e bardha siç mund të duket në 1-2 prej punimeve. Ne hequajmë si kur e bëm ato dhe 3 të kruajtura dhe fillojmë tani heqim anët. Do heqim dhe anët, sigurisht. Me letër, të letrës. Hiqen kollaj, sepse pjesa që ka për të ngjitur është ngjitur, tashmë kjo pjesa e jashtme është e tepërt. Ky është procesi mi i pisët edhe tërpunishten e bëj. E për tani... Edhe ajo që më pëlqeu ishte edhe shtëpia, studioja ku punoja. Shumë e bukur, shumë e E gjithë familja është përkushtuar që të ta vënë në zbatim pasionin tënd. Po, të tërë më ndihmoj. Tani... është pjesë e zmerilimit. Me një sungjer zmerilus, fillojmë dal nga dal, sepse do duket, në ngjitje duket që në përcepa... Ka ngerur disa cepa. Po, ca cepa boje, që na prapet boje. Du ta bëjmë nga krau tjetër, ma kthej që të duket nga kamera? Po. Ja, mund ta bëni dhe ju, lehtë, mund të bëhet. Ja, edhe ne kjo. Po, tani, po, edhe pak. Okej, kjo është ideja, sepse... Po, se ideja është e rëndësishme. Realisht, Bani e bëri shumë të bukur tregimin, por më të bukur do e tregoj unë tani. Përfundimin. Si duhet të dalë. Sepse Kristinko është... Sa herë e ke premtuar? Je lodhur në fakt për ta bërë? Faktikisht e kam premtuar deri në 5 herë që kam bërë prova, sepse deri diku ik dhe letra kot, sepse asnjëherë nuk e gjen atë kontrastin e duhur të errësirës në dru. Prandaj ky është me të vërtetë diçka që perfeksionalizohet me kohë. Prandaj asnjëherë nuk ka një teknikë, asnjëherë nuk ka një formulë për t'u bërë. Varet, o të del që me të parën mirë, ose duhet t'i provosh deri në shumë. O të del ose të del. Tani, po nëse bëj unë për shembull në një foto të bukur timen dhe dua ta bëj kështu, e bëj dot? Po. Mund ta bëj. Po, duhet materialet e nevojshme që faktikisht përveç drurit do të ra gjendën në shtëpi. Shumë mirë. Ja dhe kjo i kujtohet kur po bëja unë. Kjo është e imja, ajo që nista të bëja unë, që sa bukur është përfundimi i saj, dhe më pëlqen mënyra se si i ke varur. Në një dru i ke varur të gjitha, shumë bukur. Kjo është një mënyrë ekspozimi. Një mënyrë ekspozimi në studion tënde. Me që e kemi gati. Ke vënë edhe furçën. Do vazhdojmë direkt në procesin tjetër, sikur edhe e kemi zmeriluar këtë dhe këto, faktikisht edhe këto unë i quaj të papërfunduara, se s'kan as vullën dhe as lisen. Do të trejt markun e vetë se s'bën, Kristo, absolutisht. Po, palisen... Palisen ku do e vare, shtuaj në fund të fundit. Një spango normale. Po. Ja, mi aftojmë ta masi. E presim me gërshër. E presim me gërshër.
Tani shumë e rëndësishme është që të bëhen kotka në anët e E se kështu i dhoni ju kotka, po s'ka gjë. kotka, lidhje. Lidhjet. Sepse më pas mund të na rrëshqas shumë lehtë kapsa dhe mund të bie nga muri. Që do e kapi me këtë? Po. Të kapsë, po, në rregull. Me Mund të nxjesh steplera. pa nga Po, siguresa? patjetër. Kujdes se lëshon ajo edhe. Ta drejtoj nga kameramanët. Tani. Pra është kapsja e letrave, stepler, po, si po. përdorën, por është Kjo nuk është thjesht për letër, kjo është për drurin Për drurin. special. special Për shembull, nga anën e mbrapme të parketit kjo nuk e përshkron dot, sepse ajo është shumë e fortë ana e mbrapme. Kjo është për dru të butë. Dhe ja është fiks, e ke bërë fiks fare. Fiks komplet, ja. ja. Ja, ku është me logon? Sigur të më kështë bërë dhe mua këtu, mirë do ishte. Ja, herën tjetër. Ja, kjo na bëhet pak pis, po nuk ka fare problem se unë e kam aplikuar dhe shkëlqysin të asgjë s'do na prish punëve. I qëndron kohës kjo, Kristo? Po, i qëndron. Është e qëndrueshme. Unë që kam ato të parat, që kam filluar me këtë teknik tibe dhe kanë qëndruar gjithë tani, që shikoj unë, 9 muaj janë si kokremollës. Si kokremollës, okej, shumë mirë. E pasre fakt. Tani i vendosim vullën Po, tash i dhe logon personalizimi. tënde, Një sekundë të tani. ecë të mbarë, do më thënë, dhe shpresoj që fama, puna juaj të marë, të dalë Shumë për te faleminderit. kufive të Shqipërisë, se të jesh një nga emrat që në nderon, ku do në. Se emër faleminderit. Si që ke nderuar sot qytetin tënë të Pogradecit në krye qytet, shpresojmë që ta nderosh atë kudo. Tani do ta vendosësh dhe vullën që ta përmbyllim këtë pjesë Të të e ke dizajnuar emisionit. veti? Plotësisht vetë, sepse të dyja kanë të njëjtin dizajn, por sepse mua shumë ndihmon te ky art që bëj është dizenjimi, që mua më pëlqen shumë të Ndërkohë që dizenjoj. aplikojmë, po? Po, më pëlqen shumë të dizenjoj gjatë gjithë kohës dhe prandaj më ndihmon shumë edhe në përshtatjen e fotografive dhe detaji i fundit është vula. Dhe vula. Ja! Ja! Mos është pak se është bërë me letra. Okej, jo, nuk ka problem, e kam Po, nga mbrapa unë që ta shikojnë njerëzit vullën edhe le ta quajmë markën tënde, ndërkohë etiketën, shumë mirë. Tani, Kjo. unë e di që të gjitha punimet e tua janë shumë të bukura dhe ti i përkushtohet totalisht të cilës, por një punim që e ke më të veçantë, që e ke kështu special tëndin. Cili është nga ato që kemi në studio, ose ndoshta nuk e ke Si që sjell. përmendet dhe ju është punimi i parë, që Punimi i është shumë parë që special për është- mua. Po, që Ai, ë? është special, nuk është i bukur, ama është special, për mua ka një vlerë shumë të madhe emocionale dhe shumë, ja, Po? Po. Më thuaj, lëviz si në shtëpinë tënde. shumë i veçantë për mua është dhe ky punimi. Unë pasionin, hobin tim e nisa dikur e shkurtit, edhe Ma jep mua mami atë se kisha ajo planifikuar t'ja thesha në 8 mars. Çfarë po bëja dhe gjithçka e bëja në fshetësi të plot dhe kjo ka qenë dhurata e parë që i kam bërë mamit, sepse gjithçka ishte në fshetësi të plot. Edhe mami atëherë mori vesh të parë për këtë. Surprizë mamit, edhe një Surprizë. dhuratë, edhe një pasion tëndin. Po, sepse unë në bodrumin e shtëpisë i mbuloja gjithçka që mos i shikonte askush, që të ishte një surprizë totale për 8 mars kur e zbulova. Të lumshin duart, Lumë mamaja që të ka një djalë kaq të mirë e kaq të apasionuar. E kaq të talentuar. I have the best mom in the world. Për përfundimin total, unë e paketoj, gjithmonë e paketoj dhe kjo kthej si çokoladë e vogël. Po pra, ta hash. Paketohet. Edhe shumë elegante, letra, shumë po. moderne. Edhe letra shkon shumë me ngjyrën e drurit, sepse kam zgjedhur ato faktorët kryesor. Edhe fjonçka. Pak e çrregull, por e bukur. E bukur, gjërat e shregullta ndonjëherë janë më të Po, bukura se po, ato. pikërisht. Ndërkohë që ke Cilat bërë janë? edhe kullën e fel, e ke bërë një Një nga punimet e para pull kulla e poste fel. si kartoline. Po, pull Është poste. Ishin idetë e para ato, prandaj vazhdoj i ruaj dhe sot. Dgjoj, do të që më ndeze pasionin mua për këto që do filloj ta provoj edhe unë në shtëpi. Pse jo? Unë kënaqem. Absolutisht është një pasion i madh që do durim, po. Sepse ishte diçka që hasa vërtetësisht se në Shqipëri as nuk njihej kjo. Po, e vërtet. Dhe kudo që shkoja duhet të shpjegoja me orë të tëra se çfarë është ky pasion. Ke filluar çfarë ti është. ta publikosh në internet se ju të rinjtë sot që pa internetin nuk rroni dot. Tani, jo plotësisht, por kam filluar, dal nga dal. Dal nga dal kam dhe faqen time, Wooden Mirror, që është edhe emri i biznesit. Ku i publikon që të Ose gjitha? hobi, po. E hobi, vërtet. se biznes akoma. Po, edhe më është fiksuar biznes. Është fiksuar biznes. Pas pak kohësh. Pas ca kohësh do ta bësh prap. I ke Ndërkohë që filluar të shoh, publikosh. është shumë e bukur. Është shumë e vërtetë. Ndërkohë që shoh dhe një me ngjyra aty, që po ta Kush zgjat ngjyra? Ja se marr unë, ja se ja ku është. Përmendësh, ips ova. Ja ku është? Opa. Nuk ka gjë. Prishëm syrin e keq. Ja sa e bukur është kjo, këtu. Po. Ja, kjo është
me ngjyra dhe e mrekullueshme. Tani dua të tregoj diçka. Më thuaj. Ky është një nga punimet e vetme që unë bëj me ngjyra. Për efekte teknike unë parapëlqej të punoj në bardhëzi dhe ky është punim me ngjyra që unë ja kam bërë dhuratë motrës sime kur studonte në Mostar, në Bosnjë Hercegovinë, dhe ko ka qenë dhurata e parë ku edhe ajo e mori vesh për pasionin tim. Edhe kjo është një nga të paktat fare që bëj me ngjyra, por jo se nuk bëj me ngjyra. Më preferoj bardhëzi sepse lidhet shumë më mirë me drurin. E ka dizajnuar në kokë, domethënë është I preferoj bardhëzi se më lidhet në ngjyra. Ndërkohë që në punët e tua ti përdor bardhëzi, edhe ne të urojmë një ogur plot ngjyra në të ardhmen. Faleminderit që ishe me ne sot, kënaqësi e veçantë. Faleminderit. Shkëputemi për spotet publicitare, vijojmë të qëndrojmë në shtëpi.